Një ditë pas protestës së opozitës para kryeministrisë dhe parlamentit, policia ka dalë në një njoftim zyrtar, duke njoftuar se janë arrestuar 21 persona, mes tyre 7 të mitur. 14 nga të arrestuarit janë Kreshnik Qeqo, Lodian Bajrami, Leonid Tusha, Lejdi Subashi, Suzana Dimushi, Ramazan Nuhu, Florian Nuhu, Daniel Zeka, Andrea Kulla, Fabiol Ahmeti, Giraldo Demirai, Daniel Kulla, Artur Kadria dhe Arbri Ujkaj. Ndërkohë nuk është bërë i ditur identiteti i 7 personave të mitur. Këta persona akuzohen për veprën penale, goditje për shkak të detyrës, lagosje rënd me dashje, prishje e rendit dhe qetësisë publike, shkelje e rregullave mbi lëndën plasëse dhe djegëse, shkatërimi i pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punonjësit të rendit publik. Gjithashtu policia thotë se u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për sekretarin organizativ të Partisë Demokratike Ervin Minorolli për vepra penale, organizimi dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestimet paligjshme dhe shtytja e të miturit në krim. Po ashtu, materialet u referuan edhe për deputetin Belind Kolliçi, Lamur Noka, Lëviz Balliu dhe Luan Baçi për vepra penale, kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik dhe shtytja e të miturit në krim. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale informoi se gjatë orëve të djeshme në Spitalin Universitar të Traumës dhe Spitalit Universitar Nën Tereza janë paraqitur 21 persona. Sipas ministrisë, 19 prej tyre ishin efektiv të policisë së shtetit, një deputet i Partisë Demokratike, konkretisht Bledion Albati dhe një qytetar. Në urgjencën e Spitalit Universitar të Traumës janë paraqitur 10 efektiv policie, deputeti Bledion Albati dhe një qytetar. Ata kanë marrë ndihmën mjekësore sipas protokolleve respektive të pritur nga ekipi mjekësor multidisiplinar. Pas trajtimit, 9 efektivët janë larguar nga spitali sipas këshillave të mjekut dhe një prej efektivëve është dërguar në QSUN të shërbimi toksikologjik për shkak të problemeve me frymarrjen, sqaroi ministria. Gjithashtu Ministria e Shëndetësisë thotë se deputetin Albati, pasi ka marrë trajtimin e nevojshëm, është larguar nga spitali me këshilla mjekësore.